Shkrihet ndonë, A, shumë e mirë. Shumë e mirë, të lumë se ndojë, mamë. Të lumë se ndojë, mamë. Bona 75 vjeç, baklava me qumë s'kom honi, herë pa që pa. Përshëndetje miq, sot do të gatuajmë baklava për vitin e ri. Për një tepsi mesatare na nevojitet 500 gram miell, një gotë vaj, gjysmë gotë qumësh, gjysmë gotë kos, 2 kokra ves, sepse ne nuk e preferojmë shumë ves, një lugë e vogël sot buke dhe një lugë e vogël krip. Marrim miellin, hapim në mes një grop dhe do shtojmë të gjithë përbërësit e tjerë. Shtojmë fillimisht vezët. Shtojmë vajin. Qumshtin. Kosin. Kripën. Sodën e bukës. Dhe një lugë e vogël me limon. Unë do ta mas me sy. Tani do ta përziejmë. Siç e shikoni, përbërësit ishin të mjaftueshëm që brumi të mos jetë as i fortë dhe as shumë i butë. Brumin e kam gjeshur për rreth 5 minuta. Tani do ta mbuloj me qese kuzhine dhe do ta lër të vijë për 1 orë. Ndërkohë që përgatisim baklavan, vendosim gjalpin të tretës. Brumin e ndajmë në 4 pjesë të barabarta dhe më pas në 5 pjesë e ndajmë në kolec të vegjël. Kam nxjerr 20 kuleç të vegjël nga 1/4 e brumit dhe në total i bie 80 vet. Tani do t'i hapim vetet një nga një me nisë shter. Petet i vendosim njëra mbi tjetrën sipër dhe në mes vendosim pak nisë shter.
hapim petën në mallësinë e tepsisë. E presim me mallësinë e tepsisë. Lyejmë tepsinë e gjallë dhe pas shtrojmë petën. Tani vazhdojmë me pjesën tjetër të brumit. Do veprojmë njësoj si të vepruam me pecën e parë. Thyej marrat. Formoj marrat. Hedhim një shtresë ara. Kam dëgjuar që disa i hedhin dhe sheqer së bashku me arrat, por nuk duhet hedhur sepse gjatë pjekjes së baklavas, sheqeri shkrihet dhe zbut petën dhe nuk piqet mirë. Vendosim petën e dytë. Dhe përsëri arrat. Shtrojmë petën e tretë dhe përsëri ara. Vendosim petën e fundit. Tani presim baklavan në formë ylli. Gjalpin e tretur do ta kuroj dhe më pas do t'ja hedh baklavas.
Baklavan do të vendosim të piqet në 100 gradë derisa të marrë një ngjyrë të artë. Këtë herë qumshtin panda nuk e kam përgatitur vetë, por e kam marrë të gatshëm. Qumshtin panda po e hedhim në enë që të rinë në temperaturë ambienti dhe të jetë pak më i hollë. Pas 6 orësh, shikojmë që baklavaja është pjekur dhe do ta lëmë vetëm 2 minuta, më pas do të hedhim qumshtin panda. Qumshtin panda do ta hedhim lug derisa ta hedhim plotësisht. Tani lagim të gjithë sipërfaqen. Tani do ta mbulojmë me një tepsi dhe me një mbulesë që mos i dalë javulli dhe të zbutet. Më gjithë të shohmi e që në ka bo ma mirë. Hajde gjithë të shohim që në ka bo ma mirë. Ma ka bo baklava. Ke baklavat me qumë, së kemi pa një vish. Po tres kam gojë. O shkriga më. Shkrija të dojë? A shumë e mirë. Shumë e mirë, të lumë se ndoj, mamë. Të lumë në durët, mamë. Bona 75 vjeç, baklava me qumë s'kom honi, herë pa që pa.